ishte të nxjerr lek nga xhepi, jo zemra, a kupto? Do ishte me më fut lek në çantë. Një super awkward date që kam pasur unë. Kjo është shumë recent, do shta prandaj e mbaj mend, recent, do me thënë ka qenë tani që erdha në Shqipëri, nuk ishte date, ishte një, po u kthyen, do ta shpjegoj. Më shkruan në Instagram një tip për, më thotë që donte të bënte bashkëpunim, kishte biznes me makina, edhe, tash I çova ato paketat e mia, dhe më thotë që të lutem, thotë a mund të takohemi se dua t'i flasim in person. Normal që mu kapi kështu se të them ke shumë qarta për qa po takohemi tani. Për qa do me taku me Po thash, e zeza unë. Po. Edhe takohemi, ky mua e para punës po dridhej nga emocionet. Po. E dyta punës ky kishte bërë një gënjeshtër të madhe që donte bashkëpunim për makina dhe ja kishte po ja kpuste muhabetit, jo po familja se unë kam vlezër se donte fejes vllai, a kupto. E donte troc. Po. Dhe si përfundim pimja gjysore kafe, kështu se fillim deshte me më çuar edhe kështu në vend